Christian Aslani ka festuar dje 23 vjetorin e tij në një ditëlindje që ka përkuar edhe me atë të klubit pjesë të cilit është Interi. Mesfushori I kombëtares shqiptare ka marrë shumë urime në rrjetet sociale, por ai I klubit të tij në faqen zyrtare ka qenë me të vërtetë I veçantë edhe për faktin se Aslani e ka deklaruar hapur se që I vogël ka qenë tifoz me Zikaltri. Në ditëlindjen e Interit feston edhe Christian Aslani. Lojtar teknik I aftë në fazën e krijimit dhe mbajtjes së topit mesfushori shqiptar, ka lindur në Elbasan më 9 mars 2002 dhe sot feston ditëlindjen e tij të tretë si Zikaltër. Pasi mbërriti të Interi në verën e vitit 2022, Christian deri më tani ka bërë 85 paraqitje dhe ka shënuar 2 gola për Zikaltrit, njëri prej të cilëve erdhi direkt nga këndi në ndeshjen e luajtur këtë sezon kundër Udinezes në Kupën e Italisë. Gjatë eksperiencës së tij me Interin, Aslani fitoi një Kupë të Italisë dhe 2 Superkupa të Italisë për te titullit kampion të jashtëzakonshëm të sezonit të kaluar. Me rastin e 23 vjetorit të lindjes, Christian merr urimet më të mira nga I gjithë familja e Interit, shkruhet në mesazhin e Zikaltërve.